Në kohën që ato kishin shumë ëndra së bashku si familje, duket se çdo gjë përfundoi në mënyrën më të trisht. Këngëtari Shpat Kasapi ndërroi jetë në moshë shumë të re, ndërkohë që familja sot vuan çdo ditë mungesën e Shpatit dhe buzëqeshjen e tij. Sikur të mos mjaftonte fakti që bashkëshortja dhe djali i Shpatit duhet të mësohet të jetojnë pa prezencën e të atit, një tjetër problem ka tronditur Selvijen. Disa persona në rrjetet sociale me foton e djalit të Shpatit kanë hapur llogari ku kërkojnë ndihmë për probleme shëndetësor që ai ka. Shumë njerëz, duke dashur të ndihmojnë Roelin, kanë dhuruar mijëra euro nga vende të ndryshme të botës. Por personat mashtrues që fshihen pas këtyre faqeve, pasi kanë përfituar mijëra euro, kanë tërhequr lekët që janë dhuruar për djalin e Shpatit dhe kanë mbyllur llogaritë në rrjetet sociale. Janë të paktën 8 persona të ndryshëm që kanë përfituar në emër të djalit të Shpat Kasapit dhe problemit të tij shëndetësor. Poshtërsia më e madhe që mund të bëjë një individ duke luajtur me dramën familjare të këngëtarit dhe të përfitojë prej saj. Për këtë situatë është vënë në dieni edhe gruaja e këngëtarit, e cila u shpreh se durimit të saj i ka ardhur fundi përballë abuzimeve që bëhen në emër të Roelit. Ajo ka paralajmëruar ndjekje penale për çdo që po tenton të manipulojë situatën, duke treguar se prioriteti absolut mbetet mbrojtja e imazhit dhe të ardhmes së djalit të saj. Unë asnjëherë nuk kam kërkuar para për t'i mbirë dhe nuk e kuptoj se si mund të jenë njerëzit kaq dashakeq dhe të përdorin për arsye përfitimi emrin dhe foton e t'i mbiri, është shprehur gruaja e këngëtarit.